Bashkia Vlorë ka ndërmarrë këtë të shtunë një aksion të përgjithshëm pastrimi në zonën e pyllit të sodës. Aksioni për pastrimin e mbeturinave të shumta që gjenden në brendësi të pyllit është ndjekur nga afër edhe nga kryetari i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, i cili ka qenë edhe vetë pjesëmarrës në pastrimin e mbetjeve. Në fjalën e tij, Dredha ka treguar edhe një herë rëndësinë që ka pylli i sodës për qytetin, teksa ka ftuar qytetarët të japin kontributin e tyre në mbrojtjen e kësaj pasurie natyrore. Sado që ta pastrojmë, nuk bëjmë dot pa sensibilizim të qytetarëve, thot ndër të tjera Dredha. Më vjen mirë që edhe mediat lokale janë edhe përfaqësues të mediave kombëtare janë këtu prezent sot në ne për të përqafuar dhe për të na mbështetur në këtë nisën që ne kemi ndërmarrë, edhe për shkak për të ditës ndërkombëtare të pyjeve, në fakt që ka qenë dje, ditën e djeshme. Ne planifikuam që të dalim gjithë bashkëta institucionet, po edhe nga shoqëria civile, të bashkojnë kësaj nisme të pastruar pyllin e sodës. Nuk është era e parë që e bëjmë në fakt. Megjithatë, kjo është edhe një thirrje për të ndërgjegjësuar gjithë qytetarët, gjithë banorët e qytetit të Vlorës, të jenë të kujdesshëm sa i përket edhe hedhjes mbeturinave në çfarëdo lloj vendi apo momenti që munden. Nuk duhet më, sepse realisht ne sado që të mundohemi ta pastrojmë apo të ndërgjegjësojmë komunitetin, është thuajse e pamundur nëse nuk kemi të gjithë bashkë. E kemi bërë për vit, e kemi bërë disa herë në vit në fakt. Marr shkastu edhe nga viti 2024, kemi bërë gjë të ngjashme, ka qenë viti i pyjeve që ne shpallëm vitin që shkoi. Jo vetëm e pastrim, por edhe duke pas një seri, po themi, aktivitetesh sa i përket edhe mbjelljes së pemëve, jo vetëm në zonën e pyllit të sodës, por edhe në Novosel, me mbani mend kemi qenë të gjithë bashkë. Duhet realisht të ndërgjegjësohen të gjithë, sepse është ambienti i përbashkët. Është Vlora jonë, është qyteti jonë, gjithmonë e promovojmë dhe trumpetojmë fort që është një destinacion turistik si asnjë vend tjetër, të paktën për ne që jetojmë këtu. Duhet edhe ambienti të jetë siç duhet. Kreu i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, lançon një projekt i cili sipas tij konsiston në largimin e drurëve të rrëzuar të pemëve përgjatë gjithë pyllit. Projekti është tenderuar dhe pritet që shumë shpejt sipas Dredhës të fillojë edhe puna për të pastruar pyllin e sodës nga drurët e rënë. Njëkohësisht ne kemi ndërmarrë edhe një procedurë tjetër me Bashkinë e Vlorës, bëhet fjalë për gjithë pastrimin e pyllit sa i përket pemëve të rënuara, pemëve të thyera, që në fakt janë një masë të gjerë në gjithë sipërfaqen e pyllit të sodës, dhe më vjen një kompani edhe sot na është bashkuar në këtë iniciativë, ja ka bërë vullnetarisht, ndërkohë që me procedurën që mbaron, pra bëhet një ankant për këtë lloj përzgjedhje kompanish që merren posaçërisht në këtë lloj ndërmarrje, pra në këtë lloj pune. Dhe shumë shpejt po shpresojmë që pylli i sodës të jetë edhe i pastruar nga gjitha këto rënoja të pemëve të vjetra që japin edhe një pamje jo të këndshme këtij ambienti që ne vlerësojmë shumë edhe është mushkëria e qytetit. Ilir Nika, përgjegjës i sektorit të mbrojtjes së pyjeve në Vlorë, ka një ftesë drejtuar qytetarëve të denoncojnë çdo rast të dëmtimit të pyllit apo veprave penale që ata evidentojnë. Sipas Nikës, në dispozicion të tyre janë vendosur edhe 2 numra, të cilët janë në dispozicion të çdo shkelje që evidentohet nga qytetarët. Tabelat informuese të tyre janë vendosur në gjatësinë e rrugës kryesore që përshkron pyllin e sodës. Sot është ditë e parë e aksionit për pastrimin e pyllit të sodës. Është një nisëm që do vazhdojë në muaj në vazhdim, siç foli dhe kryetari pak më para. E dim që gjithë që kjo është një trashëgimi natyrore që ne duhet ta ruajmë dhe ta mbajmë, pasi është për qytetin një nga hapësirat e gjelbra dhe është një aset, si mund të thosh, një rekreacion turistik që duhet në të ardhmen. Ne si sektor pyjor kemi bërë pjesën e ankantit për pastrimin e gjithë drurëve të rënë dhe mbetjeve që ka në pyllin e sodës, pasi këto është një nisëm që do vazhdoj për 2 muaj në vazhdim. Dua të ftoj të gjithë qytetarët që shikojnë individ pa përgjegjshëm ose biznese lokale që hedhin mbetje ose dëmtojnë pyllin, ta denoncojnë. Këto i kemi bërë 2 tabela përkatëse, një në hyrje të pyllit dhe një në dalje tek kanali, për numrat e telefonit që do janë të disponueshëm 24 orë për çdo denoncim dhe për çdo shkelje që do bëhet. Dua të falenderoj të gjithë stafin e Bashkisë Dorë, anëtarët e Këshillit të rinj, përfaqësues të organizatave mjedisore që bën pjesë e kësaj nisme dhe siç ju thash pak më para, ky është një proces që do vazhdoj dhe nuk do përfundoj këtu. Nuk është aksion, po është një nisëm. Duhet ta theksoj këtë edhe me gjitha, ju lutem denonconi kushdo që prek dhe dëmton pyllin, si piromanët,
zjarrvëniet edhe kështu me radhë. Duke ju faleminderit dhe juve. Ndërkohë, në Vlorë, aksioni i pastrimit të pyllit të sodës do të zgjasë për disa ditë deri në largimin e një pjese të konsiderueshme të mbeturinave nga Moshkëria e qytetit të Vlorës.